Banorët e Tragjasit janë mbledhur sërish në qendër të fshatit për të protestuar kundër projektit që synon furnizimin me ujë të pishëm të fshatrave të Bashkisë së Himarës. Protestës janë bashkuar edhe banorë të diasporës nga vende si Belgjika, Chicago, Greqia dhe Italia, të cilët kërkojnë anullimin e projektit. Sipas tyre, burimet ujore të izvorit nuk janë të mjaftueshme as për banorët e Tragjasit, Radhimës dhe Orikumit, e jo më për furnizimin e fshatrave dhe resorteve turistik të Himarës. Protestuesit kanë kërkuar që Bashkia dhe qeveria të rishikojë projektin, duke paralajmëruar se në të kundërt, protestat do të vijojnë dhe do të përshkallëzohen. Lidhur me këtë çështje, ka folur edhe avokatja Suela Konxhioni, e cila po ndjek ligjërisht rastin. Ajo ka deklaruar se do të ngrihet një padik kundër institucioneve që kanë firmosur lejen për këtë projekt, duke argumentuar se ka shkelje të rënda ligjore. Banorët e Tragjasit janë shprehur se nuk do të ndalen me kaq, por do të përshkallëzojnë protestat, madje duke kërkuar edhe një takim me kryeministrin Edi Rama. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.